Përshëndetje miqtë e mi, mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2023. Dhe tani do të fokusohemi te personi që juve ju intereson. Pra, këtë energji do fokusohemi te ky person në këtë energji. Pra, çfarë mendimesh të shumta ka për ju ky person? Dhe këtë do ta zbulojmë me letra, shenja dhe gërma. Në këtë moment ti je pak e trishtuar, pak e lidhur me litar me këtë fash. Por taroja të thotë i qet, fashën me litarin dhe foli zërit tënd të brendshëm, fëmijës tënd të brendshëm në subkonshient. Sepse ti je dashuri. Pranë ke një person shumë pozitiv që të ndihmon. Ky është si perandor, është person që kërkon të të ndihmoj, sepse je pak konfuze, ke mendime shumë në mendjen tënde. Je pak e fokusuar tek pjesa e monedhave, tek pjesa e punës. Nuk je kënaqur me atë punë dhe me ato monedha që ti merr. Ke mendime të shumta për këtë person. Por gjërat do të ndryshojnë. Ti je në një trekëndësh. Pra, ju jeni larg njëri tjetrit, jeni në largësi, keni distancë njëri tjetrit dhe jeni në këtë trekëndësh. Pra, personi që ju keni është familjar. Është një person familjar i cili ka familjen e tij. Por ty të shikon si kjo mbretëresh e kupës, një femër shumë të pastër nga ana shpirtërore, që e do me zemër, me shpirt. Mendimet i ka të shumta ky person, sepse ti je një person shumë i pastër dhe shumë me këmbë në tokë. Dhe ka frikë mos të humbet, nuk ka siguri tek ty. Ka shumë frikë, ka shumë dyshime tek pjesa jote. Por sot gjërat do të ndryshojnë, sepse ky person që të shikon si paqen që i ka ardhur në jetën e tij. Një femër shumë paqësore. Dhe ky ka mendime shumë pozitive në drejtimin tënd. Pra, gjërat do të ndryshojnë. Dhe ky ushtar i shpatës më tregon që një lajm i shpejt pozitiv do të vi drejt teje. Sepse në këtë moment që ne po shikojmë këtë energji të tarotëve, ti je pak e mërzditur, pak e zemëruar me këtë person. Sepse ky ka një ego. Jeni të dy egoistë, keni të dy pjesën e egot. Dhe por jeni të drejtë, ti je një person shumë i drejtë, dhe ai është person i drejtë. Se ty shikon një femër të fuqishme në jetën, por gjithmonë ka të frikën mos të humbet, sepse keni një distancë, keni dhe probleme, jeni pak të komplikuar në këtë histori. Ka shumë mendime pozitive që do t'i bëj realitet dhe të e vuan shumë, pra të mendon gjithmonë në largësi dhe vuan shumë këtë largësi në distancë. Me kë rezonon kjo energji? Me kë gërm? Me q, a, me v, u, f, zh, q, ë, y, me gërmën h, t, z, g, f, l dhe l. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me është energji e përgjithshme me dashki, akreti, binjakët, luani, me britjapi, me shigjetari, me vigjëreshën dhe me ujorin. Faleminderit shumë, miq e mirë.